Po, Eli mu vlloj madh për çdo ditë më thirr. Për çdo ditë. Vlloj madh o 71 vjeçar, për çdo ditë më thirr. Qashtu pi punën, më thirr kur vjen në shtëpi. Lloj dytë më thirr pak ma roll se ka di punën, e më thirr vikendeve, më thirr gjithmonë vikendeve di, kur s'm thirr ai, nëse e mësu orën, e thirrën aton. Tash ku më jetë vetëm jam motorën. Po. A tash pas ka për obligim kështu me telefonu, me qëndru afër. Po le si vllaznia ti, a din po kanë respekt edhe djemtë e ty në rejat e vllau dytë, kanë respekt shumë për mua, se vllai ka 2 djem, unë s'kam edhe, unë s'kam vojza, edhe unë kam 3 djem, veç i kam 2 nipa, 2 mesa. Sa son vojza nuk kam, po na jemi ka 3 motra, 3 vllazën. T'ka dhim kjo që nuk e ndonjë vajzë, t'ka mbet marak? Sepse zakonisht për vajzat... Eli gjithmonë e foli realitetin, se nuk muj kur mund, gjithmonë janë shumë e drejt, jo, me tërgu drejten jo. Pse? Se gjithmonë atë dëshirën e kom pas, me më falë Zoti djem. Gjithmonë, nuk e di pse ashtu, edhe qisojnë e farë fjale, edhe Zoti ma ka plëcu dëshirën. Se nuk banë se dikush preket, po unë e kam thamë bile Eli, se është kjo pak nashti më livdu, po jo, thamë, o Zot, kisha pos qef, me pos shumë, qishtu si djem të mi me kom. Fare për vajzas kam shumë e gjithku kisha pos dëshirë, me pos shtu. Eli, se janë bo tash edhe babë, janë bo 2 të mëdhajt, kur hale unë nuk e di një fjallë, në ma thonë. Krejt familjarët e me, ka kam shtu familjarë, që shtu e na se bepa, që ditën. O, thot t'i rujtë Zoti. Mes tjetë marak. Edhe me nusët e djeve, a di që kam nusët e djeve, Eli? Po si kur mi pos shoqe, jo mi poshtu, po si kur shoqe. Një shoqet në ngusht që e ki. I e gëzu kur ke pas mbesa? Po qysh ja, shumë të mira janë. E mirë, kjo ka rëndësi. Shumë të mira janë, shumë dashna janë. I pash me shëndet, zona Sabrije. Shumë faleminderit. Çandaj.